Zakonisht vajzat mbështetjen më të fortë e kanë tek baballarët e tyre edhe unë personalisht me të dy prind kam qenë shumë e lidhur, mirë po në babi im i ndjerë tani më nuk jeton, mirë po në pjesën e fundit të jetës së tij, lidhja ime më e fortë ka qenë me të. Pa e anashkaluar asnjëherë edhe nënën dhe për kushtimin e saj maksimal që t'jetë ajo që do t'na këshilloj, madje do të na edukoj në atë frymën që ne nuk guxojmë të bëjmë veprime cilat mund t'i bëjmë shikurazi nga njerzit, sepse Zoti na sheh kudo që t'jemi, pastaj edhe krenaria e familjes, autoriteti i familjes ka qenë prioritet cilin jemi përpjek ta mbajmë në mënyrë të vazhdueshme, në një mënyrë të mos e korritim familjen tonë, prindërin tonë, ashtu siç Me rujt imazhin e saj. thrasim po, siç themi në zhargonin popullor. Unë edhe gjeneratave të reja ju përqoj këtë mesazhin e idesë që nuk ka njerëz sipërfaqen e tokës që ja dojnë të mirën dikujt më shumë se sa antarët e familjes, antarit vet familjes, e në veçanti prindrit fëmijëve të tyre. Dhe si mesazh të tillë përpiqen të e mbjell fort në zemrat e tyre që çdo këshill e prindit, çdo fjalë e tij mund të mos jetë ndoshta në formën e duhur të dhënë, sepse rrethonat nëpër të cilat kanë kaluar prindrit e tanë nuk kanë qenë rrethona të lehta. Madje ata ende sot ka shumë prind që nuk dinë ti mirë menaxhojnë situatat aktuale të kohës së tanishme, mirë po nuk ka mundësi që prindi t'i thotë diçka fëmijës që do t'jetë në dëm të tij. Çdo herë është dashamirës me çdo fjalë që e thotë dhe ne varet si do t'ja marrim pastaj. Mund të ketë gabime, mund të ketë lëshime, mirë po edhe ne duhet jemi ata që i përmirësojmë prindërit e tanë dhe e paraqesim një anë shumë fisnike dhe dashamirëse dhe mirënjohëse ndaj atyre që kanë sakrifikuar më shumë se kushdo tjetër që ne t'jemi këta që jemi. Sepse Zoti Madhreshëm vet ka zgjedhë që autoritet fizik i ekzistencës tonë t'jemi prindërit. Ka mund të na bëj si gjete, si lule, si të tritemi në mënyrë individuale, mirë po jo, ka dashur këtë lidhje familjare me ndërtu, prej cilës pastaj secili duhet të ketë kujdes, ta di rolin e tij, përgjegjësinë e tij, mirë po ta kuptoj një element shumë të rëndësishëm që nuk ka dashamirësi më të madhe ndaj dikujt sesa me brenda antarëve të familjes.